Më shumë se 500 familje të komunitetit rom që jetojnë në periferi të qytetit të Fierit, në lagjen Driz, jetojnë në kushte të vështira pasi mungon infrastruktura rrugore dhe kanalizimet. Romët e kësaj lagjeje prej vitesh mbijetojnë pa rrugë, kanalizime dhe shërbime të tjera jetike. Sipas tyre, rruga kryesore e lagjes me gjatësi rreth 1 kilometër ka humbur funksionin për shkak të amortizimit dhe mungesës së investimeve në vite për mirëmbajtjen dhe rikonstruksionin e saj. Gjatë sezonit të rreshjeve, rruga e pashtruar bëhet e pakalueshme për shkak të gropave dhe mungesës së sistemit të kullimit, duke vështirësuar komunikimin me qytetin, tregjet ku shesin, shkollat dhe spitalet. Banorët rom apelojnë për zbatimin e projekteve që u janë premtuar gjatë fushatave elektorale për të rikthyer funksionin e humbur të rrugës, për shkak të amortizimit dhe mungesës së investimeve në vite për mirëmbajtjen dhe rikonstruksionin e tyre. Kur e shikon në këtë gjendje rrugën kryesore të lagjes shprehen për televizionin Apollon banorët e komunitetit rom, të krijohet përshtypja sikur kthehesh shekuj pas në kohë, pasi kushtet dhe gjendja në të cilën jetojmë janë mesjetare. Nuk kemi shtet ne, shikoj çfarë rrugë kemi, nuk kalojmë dot. Për një spital, për një hall nuk kalojmë dot te kjo rruga, katastrofë. Na janë prishur makina, çdo gjë te lagja Romit. Kam premtuar? Kam premtuar të na bën rrugën, po nuk na bën asnjë gjë, janë kaq vite na gjen. Përshëndetje si jeni. Ajo është turp një herë që çapo bëhet lagja Romit. Ne jemi të smura, shikoj, unë jam me baterinë në zemër, kam qenë 2 herë në spital pardije, nuk iknja dot. Isha me temperaturë 16-17 temperatura. Edhe shikoj, jemi në 2025-ën. Sa mbrapa bec jemi ne lagja e Romit. Ja që nuk pyesin për lagjen e Romit. Vetëm qa bëni, votat kërkojnë, çdo gjë kërkojnë, marrin votat asgjë nuk bëjnë. Po një rrugë e shkreta është ere. Ka është gjendje të vështirë rruga lagjes Romëve? Rruga këtu në fshatin Rom është për katastrofë. Po kemi shpresa, siç kanë thënë, është miratuar projekti për në nëntor. Shpresojmë nga kryetari i bashkisë të çojë një dorë. Nëse janë mashtrime nuk e di, po inshallah të jetë e vërtet që kanë finalizuar këtë projekt. Shpresojmë me shpresë. Keni besim? Besim kemi, tani të shohim sa ta mbajnë fjalën bashkia. Po nuk ka shtesë. Ne jemi Rom këtu tash 200 metra ka rruga këtu dhe nuk po vjen çikre rrugën olla çape këtu. Vetëm marrim në një kallë, vetëm të shkojmë olla. Na vin këtu fushata na gënjen, jepni mua votën thasë ne do t'i bëjmë rrugën, do t'i bëjmë ato. Kjo është rruga ja, na s'ka 200-300 metra rrugova. Prishim një jetin olla, ç'a bëni? Çuaj doni taksa ju? Ç'a bëni? Romët e lagjes së Drizës pohojnë se nuk kërkojnë lëmosh, por kërkojnë infrastrukturë dhe kushte minimale që ata të kenë mundësi të jetojnë si bashkëqytetarët e tyre në pjesët e tjera të qytetit të Fierit. Ata gjithashtu theksojnë se janë braktisur nga pushteti vendor dhe sipas tyre, i vetmi moment kur ky fshat vendoset në vëmendjen e institucioneve lokale apo qendrore janë periudhat zgjedhore, kur nga ky komunitet kërkohet vota dhe më pas premtimet e të zgjedhurve për realizimin e kërkesave të banorëve rom për investime, mbulohen nga pluhuri i harresës, gjë të cilën e tregon realiteti.